në kohën e fitneve dhe sprovave, si kemi mundësi ne që të shpëtojmë. Forma e shpëtimit është që ne të shoqërohemi me njerëz që kanë frikë Allahun Azza wa Jall dhe mos të ndahemi nga kopeja e tyre. Që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o i kudelen që dahet nga kopeja e kafshon shumë lehtë. Për këtë arsye ditën kur ne ndahemu nga kopeja dhe grumbullimi dhe vllazërimi i muslimanëve të denjë dhe të devotshëm, atëherë ne jemi shumë të lirë dhe të çmuar në shiqimin e shejtanit. Pra do lejo të ndërshëm sprovat e akhiri zamanit janë të lloj-llojshme dhe të lehtë. Sot harami është bë më i lehtë dhe më komod se sa halali. Për këtë arsye ke kujdes vëllezër të ndërsh, nga se Allahu e din se njeriu se çisi e ka kriju dhe për çfarë e ka kriju. Që thot Allahu në Kur'anin e Kerim, ela ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Çfarë mendoni Allahu nuk e din krijimin nga krijesën e tij si e ka kriju, kurse ati nuk i mshefët asnjë send. Para do lejo të ndërshëm, kur erdhën disa njerëz në shtëpinë e pejgamberit Allahu, si transmeton Enes, pyetën për ibadetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga që e doshin pejgamberin Allahu nga thellësia e zemrës dhe kishin dëshirë të jenë fëmijët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në xhennet. Për këtë arsye dhe u përpiqin të veprojnë vepra që i ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe Aisha i njofton me ibadetin e pejgamberit Allahut, ku pejgamberi Allahut dënjëra xherojke derisa thuhet se nuk e qelt. Dhe dënjëra qelte pejgamberi Allahut që mos ja vështirëson ummetit derisa thuj nuk ka xheronte. Pejgamberi Allahut flinte një pjesë të natës, e pjesën tjetër bante ibadet. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam martonte derisa pejgamberi Allahut o martu dhe Allahu ja lejoi atij që të martohet ma shumë se 4 derisa pejgamberi Allahut o martu me 11 gra. Pejgamberi Allahut kjo është e veçantë me i tregu ummetit pejgamberit Allahut se martesa nga sunneti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Këta të tre kur e pan se pejgamberi Allahut atë shumë ban ibadet dhe atë shumë pejgamberi Allahut është i përkushtuar në ibadet, derisa ju hajën komt e ti në ibadet, këta të tret njoni nga ata tha, unë tha, prej sotit do të agjeroj të njetë, dhe nuk do të qeli as një dit. I diti nga ata tha, unë tha do të baj namaz note dhe nuk do të pëshoj as një minut. E treti nga ato tha, unë tha nuk do të martonë, do të distancona nga ngratë krejtësisht, do të përkushtona në ibadet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i ndëgjoi thonjet e tyre u idherua, edhe pse qëllimi i tyre ishte i mirë po qëllimi nuk e arsjeton veprë. Pa atë pejgamberi Allahu i ftoi ato dhe i tha, a jeni ju vërtet që keni thonë kështu? Ato e pohuan dhe thanë po. Tha pejgamberi Allahu, tha unë jam ai i cili ma mire njoh Zotin tim dhe ma shumë kanë frikë nga Zoti im, megjithatë unë jam agjeroj dhe e qel, unë jam që pushoj natës dhe baj ibadet, dhe unë jam që martona, a i cili i largohen nga suneti im nuk është prej mej. A i që distancohen nga suneti im nuk është prej mej.